Sa vjen e rëndohet gjendja e Gertës në Big Brother, tash i ka arritur në një fazë që është rënduar aq shumë sa ka filluar jo vetëm po merret me ata që janë në shtëpi, që s'bën asnjë gjë vetë, po merret me ata, jo vetëm po merret me ata që janë jashtë, po merret dhe me të vdekurit. Shikojeni pak këtë. Çfarë do të thonë me goca babai? Çfarë do të thonë? Çly babai? Lë fare. S'ma ka vën babai emrin. Ti s'ma ka vën babai çfarë? Babai çfarë më kontyr? Më kontyr. Që çfarë babai? Ti më lë mua fare. Më lë fare. Ik më Greta. Dakor? Greta. Gozanandit. Kujdes me Nandit. Kujdes me Nandit. Mos e përmaj Nandit se unë po të dërmon ka vdekur. Edhe madje po ta shikonin edhe në fytyrë, sikur e reflekton gjendjen e rënduar që është, edhe gabim, unë nuk e di kush ja ka mësuar Gertës këtë lloj Big Brotheri, unë nuk e di pse po tenton që nga fillimi, që kur ka hyrë në Big Brother të imitoj variantin më të keq të Big Brotherave deri tani, atë që ka parë vjet, le të themi, futja njonit me alkool, luj me limitet, merru me tjerë, mos u merr asnjëherë me vete, deri tek përmendja e prindërve të vdekur. Tani e para një herë t'i them Gertës që nëse ka një njeri me emër ndër ju të dyja, të paktën ndër ju të dyja është Rozana Radi. Ty Gerta s'ka njoft njeri për asnjë gjë. Ty t'ka njoft thjesht si motra e Oltës dhe kaq. Kurse Rozana ka një emër, ka një karrierë, vjen nga ca çmime, kurse ti Gerta nuk e di se çka ke bërë së fundit, duket se ke punuar në një emision në RTS, por shumë prej nesh jashtë të ka njohur si motra e Oltës. Kështu që t'ia thush Rozanës ti këtë, duhet kthesh një herë pasqyrë nga vetja dhe të shikosh veten dhe të kuptosh se çka ke bërë vetë. Por kjo pak rëndësi ka që ajo që më bën më përshtypje është se si të shkon gjua, të shkon likësia deri aty sa të merresh edhe me të vdekurit. Kjo është shumë e shëmtuar për një banore në Big Brother, shumë e shëmtuar.